Të nderuar miq, do të flasim për procesin zgjedhor të 11 majit, atë që pasoi dhe atë që do të dos tani në vazhdim me zotin Altin Goxhaj, avokat i kryetari i Partisë Aleanca Konservatore për Shqipërinë, një nga personazhet e përgjithshëm në krye të një force politike, pasi ka marrë përgjegjësinë pas rezultatit të 11 majit duke dhënë dorëheqjen. Avokat, përshëndetje dhe faleminderit. Përshëndetje dhe të falenderoj shumë për këtë intervistë dhe të shpreh komplimentin tim për podcastin tënd që unë kam pas fatin e mirë dhe ta ndjek. Faleminderit shumë, avokat. Unë vendosa që t'ju kontaktoj mbi të gjitha për zhvilluar këtë bisedë, pasi keni folur hapur dhe trosh edhe për ato që po ndodh brenda Partisë Demokratike, syt deri tani ishin përqendruar tek Partia Socialiste, duke folur për një luftë të fortë të brendshme, por ju keni folur edhe për PD-n, ku shprehet që nëse aty ikin Berisha, ata do të shqyejnë njëri tjetrin. Keni folur edhe për klane. Janë disa, por kaq që e nxjerrë situata brenda. Jo, ka një keq kuptim. Unë kam thënë një gjë të vërtetë që ikja e Berishës sot për shembull do të prodhonte një çarje edhe më të madhe se ç'pa me Lulbashën. E dyta, teza ime qëndron në faktin që mënyra se si Rama operon me kundërshtarët politik dhe mënyra se ai korrupton sistemet bën që të kesh garanci të plotë që në çast se do ikte sot Berisha, një Lulbash tjetër do vinte dhe ai do të ishte përsëri në një vegël duart e Ramës. E them këtë gjë me plot gojën, me çenjovat parti, por keq kuptimi ku qëndron? Keq kuptimi qëndron që nuk ka asnjë rrezik të tillë për çastin. Ka rrezik po tikte Berisha. Pra, presupozohet në qoftë se kjo mund ndodhi për shkaqe dorëheqje, kjo mund ndodhi për shkaqe që i di Zoti, që larg qoftë ndrimi i jetës, por nuk ka të bëjë me realitetin konkret, sepse po të shohësh listën e mbyllur të Partisë Demokratike, do e kuptosh që nuk do kishte asnjë çast, asnjë moment guxim kush për të bërë ndonjë gjë, pasi ajo parti ka një kryetar që quhet Sali Berisha. Dhe të gjithë ta janë kokë ulur përballë kësaj hierarkie, në sensin që kjo është një hipotezë nëse do të, po nuk ka asnjë hipotezë, nuk ka asnjë. Sali Berisha është kryetar i Partisë Demokratike. Po në fakt këto grupe ekzistojnë realisht në qoftë edhe absolutisht. Absolutisht. Domethënë po të shohësh kjo fushat nxori lakuriq, faktin që nuk u bë fushat për të rrëzuar Ramën, gjitha fushat ishte e brendshme ndaj njëri tjetrit. Lista e mbyllur kishte hapur luftë, listë së hapur për të favorizuar personazhe të caktuar të listës së hapur dhe për të orientuar votën, dhe në vend që të merreshin me elektoratin ngri, që është detyra e çdo partie që kërkon të fitojë zgjedhjet, izoluan çdo lloj mundësie, eliminuan çdo lloj mundësie për të pasur një raport me elektoratin ngri. Unë si Altin për shembull, kryetar një formacioni tri politik, i konsiderohemi në opinionin publik, madje edhe në vetë momentin kur bëm aleancën konservatore, si një parti e elektoratit ngri, që kishim raport me elektoratin ngri. Ne patëm izolim të plot në çdo mjet, në çdo lloj forme, në kandidimin tonë në Tiranë, se vetëm Tirana u la mundësia që të kandidojmë, dhe ajo që mund them është që ti mund ta verifikosh vetë, Tirana është i vetmi qark që s'pati kur prezantim kandidatësh, asnjëherë. Ka pas kandidat caktuar që në një çast caktuar prezantoheshin diku, por prezantohej lista me 37 vet nuk ka ndodhur asnjëherë. Se kjo u ndalua drejtuesit nëpër njësitë bashkiake, njësitë administrative. Po të shohësh listën e hapur, teknikisht lista e hapur është një listë e madhe, 37 veta, e cila ka edhe parti aleate. Në Tiranë mungon një prezantim, siç ka ndodhur në 11 qarqet e Shqipërisë, të listës së kandidatëve. Kjo është bërë personalisht nga Belind Kolliçi, për shkak se nuk donin të merrej vesh në popull se kush janë kandidatët, në mënyrë që të orientohej sa më shumë votë brenda elektoratit blu ndaj kandidatëve të preferuar tyre, që ishte një person. Avokat, dhe po se po ju ndërpres, po mos ka qenë ideja e Lacivitës kjo? Jo, Lacivitës nuk ka thënë asnjë të mos prezantoni Tiranën. Kjo është e sigurt. Kjo është e qartë dhe e provuar dhe nuk na kanë dhënë dot përgjigje, kemi pyetur. Unë kam bërë publike këtë gjë në mbledhjen e listës së kandidatëve. Kam qenë i vetmi që e thash, por kush ishte kjo ide brillante për të anulluar çdo prezantim. Madje në kohën kur Lacivitas bëri marrëveshjen me PD-n dhe mori përgjegjësi për fushatën, ju kërkua personave të ndryshëm që të paraqisin CV-n të fotografi dhe dhënës për prezantimin e tyre online. Kjo iniciativë u la në heshtje dhe ju po futni ke faqja e Partisë Demokratike, nuk gjeni asnjë listë kandidatësh. Mund ta gjesh te KQZ-ja, po jo ke Partia Demokratike. Nuk ekziston. Thjesht nuk ekziston. Shëndet. Avokat, por më fal, ishte fjalë vërtetë në shtiva, po
Jo, desha të them këtë gjë. Tirana është i vetmi qark që nuk i dha mundësi elektoratit të mësonte kush janë kandidatët. Madje po tregoj një histori të shkurtër, ishte dita e zgjedhjeve, më telefonon një miku im i vjetër që kam njohur në Partinë Demokratike shumë vite më përpara. Dhe më tha, Altin, nuk e dija që ti ishe ke lista, të votova aty, tha, po nuk e dija që ti ishe ke lista. As njerëz të angazhuar që kanë informacion nuk kanë pas informacion se kush kanë qenë në lista. Dhe unë shqetësimi kryesor që kam ngritur ka qenë që 90% e kohës çdo kandidati në listën e hapur harxhohet për t'i mësuar qytetarëve që ata janë në një listë, kjo është lista e Partisë Demokratike dhe e koalicionit, dhe që ndodh në qarkun filan. Pra, deri këtu vajti izolimi total i kandidatëve për të bërë fushat. Dhe kjo u bë qëllimisht për të favorizuar kandidatë caktuar brenda listës, që kishin vota blu dhe që të kërkosh vota blu. Pra nuk ishte asnjë interes për shkuar ke elektorati gri. Me një formulë thjesht, ju mund ta kuptoni. Jemi 37 njerëz që kemi një jetë. Në jetën tonë kemi njohur shumë njerëz. Kemi shumë raporte me shumë njerëz. Jo të gjitha njerëz e rrinë me majt telekomandët e syri për të mësuar kush janë kandidatët, apo jo. Që do thotë, këta njerëz po ta dinin që njerëz që i kam njohur para 30 vjetësh, 40 vjetësh, 10 vjetësh, 15 vjetësh, apo që filani ka këtë lidhje, apo që dikush e thotë të lidhje, do jep një votë për arsye preferenciale. Të gjitha njerëz nuk kishin mundësi ta mësonin që ne ishim në listë. Jo unë, të 37 po them. Që do thotë arsyeja pse prezantohet lista e kandidatëve është pikërisht që ta marrin vesh kushdo. Pasi njerëz nuk kanë interes për të gjetur informacion duke kërkuar, duan t'u jepet. Në rastin konkret, 37 kandidatë të Tiranës kanë harxuar pjesën më të madhe të kohës jo për t'i bindur votuesit që të votojnë ata, po fillimisht për t'i informuar që ata janë në një listë, që është kjo lista dhe janë në qarkun Tiranë. Avokat, këto ditë ka pas zëran media analistë që kanë thënë që shiko, ka qenë situata aq. Më fal, se nuk e mbarova dot argumentin me pyetjen tënde të parë. Për klanet, më kupton se këtu doja me dal. Aty do dilja edhe mbrapa, po. Po, lufta totale që është bërë është që të favorizohen kandidatë që të përkasin klanit përkatës. Në mënyrë që nesër klanet janë të fuqishme brenda partisë. Po kush janë këto klane? Kush janë këto klane? Këto klane kush janë? Dëgjoj, unë nuk mund të vej emër filanit që ka klanin, po mund të them strukturën e klanit, konceptin e klanit brenda partisë. Janë individë të cilët kanë tarafin e tyre, lidhjet e tyre dhe konkurrojnë për të marrë pushtet. Këtë e shef kur bëhet mbledhja e kuvendit, kur bëhet mbledhjet e këshillit drejtues, si votohet, si bëhet. Pra, këto grupe kërkojnë të marrin kontrollin nëse do të kishte rast për të marrë kontroll, por duhet të bëhen gati dhe të jenë sa më të fuqishëm brenda partisë. Domethënë, koncepti është që kjo fushat tregoi që favorizoheshin palët jo për të mbledhur vota, por për të pasur njerëz të tyre në pushtet brenda partisë. Avokat, pa përmendur pavajtur të emrat, mund të flasim për klane Veri Jug apo Tirana me pjesë të tjera? Pra nuk po ndaj Veri Jug në aspekt negativ. Kam mësuar një gjë që e vetmja gjë që në pislëkun e klanit është fjala Veri Jug, nuk ekziston. Prandaj madje lufta më e madhe bëhet brenda zonave elektorale. Për shkak konkurrencë. Domethënë, klanet janë të çara edhe në zona rajonale. Pse? Sepse kërkojnë pushtet mbi zonën. Po kupton logjikën. Në Tiranë sa janë në mendjen tuaj? Po nuk është se janë thjesht në Tiranë, janë gjithë Shqipërinë. Ajo shprehet, për shembull, ai Tiranës kërkon të ketë një rune vet në Kukës, një rune vet në Shkodër, një rune vet në Korçë, më kupton logjikën. Pra klani kërkon të ketë sa më shumë njerëz kudo, jo në një vend. Një analizë kjo është përjashtimi, këtu praneze e përjashtojnë këtë ndarjen Veri Jug, sepse çdo klan synon të ketë njerëz kudo. Një analizë tekstonte që ka pasur mesazhe nga Selia Blu që mos votoni doktorin Ali Mehmeti. Po, edhe Aulon Kalan sidomos Aulon Kalan. Ka pas, ta konfirmoj unë këtë gjë. Ka pas orientim vote që të votojë një ish prokuror, i cili vetëm ja njohi kishte populli për të, ishte kronika e zezë e televizioneve dhe vettingu që kishte përjashtuar. Pra, një person që nuk mund të kishte asnjëherë një impakt të imazhit publik etj, ka thyer rekordin e votave duke pasur sipas tyre rreth 1000 sa vota më shumë se Aulon Kalaja, a 2000 vota nuk e di se sa, ndërkohë 1000 sa vota, ndërkohë që Auloni ka thyer gjithë rekordet e historisë zonave elektorale të Shqipërisë, ka fituar krujen, ka fituar fushkrujen. Është një person që ka thyer çdo lloj rekordi dhe ka marrë shumë vota se ka marrë, ndërkohë që kishte fushat të pafinancuar fare, me një shifër diku ke 6 milionë lekë vjetra. Ka shpenzuar gjatë gjithë kohës. Ju po aq se kam parë, po mjafton ta shohësh fushat ka Por bërë. deri këtu, nëse desha të them,
qartas rasti Durrësit tregon orientimin e votës. Se s'kishte shans prokurori ndoj të merrte më shumë vota sa Aulon Kala kur atë nuk e njihte Aulon e njihte. Më kupton logjikën. Që partia ka orientuar vot. Madje Auloni ka kërkuar në KQZ videot. Po, kjo është më rënd, sepse orientimi është siç i kam kërkuar dhe unë. Mua më dalin diku ke -800 vota që më dalin nga algoritmet dhe rezultatet e analizuara dhe të dhënat që kam marrë. Më mungojnë diku ke 800. Më mungojnë se mi kanë hequr. Më mungojnë mua se kanë dhënë dikuj tjetër. Këtë nuk e di. Ajo që di është që nuk ka shans Altin Hoxhaj të marrë më shumë vota në fshatat e Vorrës për kuti sesa në zonët elektorale. Ku është zonë, më fal, ku është njësia ime, ku jetoj unë. Ku kam një jetë këtu dhe kam ka shumë njohje. Që fillova shumë mirë te kjo njësi, kisha më shumë se sa në Vorë, por vetëm një tavolinë kisha mbrojtje vote. Vetëm një tavolinë. Tavolinat e tjera s'kisha mbrojtje vote. Dhe pastaj pas që kaloi grop, ndërkohë dola shkëlqyshëm raport me njësinë time, ke njësia 10, njësia 5, dhe një njësi tjetër. Donë, ka sa gjëra që nuk shkojnë, që kuptohet që janë ca vrima, pasi opinioni publik në raport me mua është demografikisht një trajtshmërisht i shpërndar. Njësia 10 dhe Vora ishin dy zonat të votimit elektronik, që dolën në çast, nuk e koti kontrollosh. Si ta ka dhënë algoritmi, ashtu kanë për dal. Ma ka dhënë mirë, ma ka dhënë keq, nuk e di. Ajo që di është që rezultati njësisë 10 dhe të Vorës është njësoj. Në çdo qendër votimi është njësoj. Është 2-1. 2 vota në një kuti. Në qendrën time kalova 2.3, 2.4, ku jam këtu. Pastaj ke zona ime, ke kuti tjera, tavolina tjera, fillova të zbres. Ke njësia 10 shkoi 2.4, 2.5 vota për kuti. Ke njësia ngjitur me njësinë 5, ngjitur me njësinë 5 në këtë. Pra 3 njësi që janë ngjitur, shkoi agrop 1.4. Ti kupton që ka të bëjë me seriozitetin e numërusëve. Dhe këtë kuptim ne kemi pas problem në gjithë Shqipërinë për orientim vote dhe për manipulim. Sepse Partia Demokratike ishte e para që të favorizonte hapjen e çdo kamere. Partia Demokratike po bën presion të mos hapen kamerat. I thotë njerëz mos i hapni, mos i merrni. Njësoj siç bëri Edi Rama. Po do të spyet kush, se ti e njeh PD-n. Janë njerëz shumë të lirë se ushtarët e Edi Ramës. Çfarë po thotë kjo? Po të jap unë informacion që ta keni të gjithë. Në PD nuk ka inkurajim për apelime. Nuk i lejohet kandidatit të ankimoj, se si jap drejtën partia. Ma kuptove logjikën. Nuk jap drejtën partia, se ç'kan bër? Orët Bulukbashi ka ndryshuar kodin zgjedhor dhe i ka hequr të drejtën kandidatëve të bëjnë ankim. Ta bëj vetëm partia. Vetëm partia. Unë jam kryetari i një partie, isha kryetari i një partie, por kandidati i një partie. Mua nuk më bën kënd Bulukbashi. Sepse Aleanca Konservatore është subjekt elektoral dhe është partia aleati që jepet e drejta për të bërë këtë gjë. Por një kandidat i Partisë Demokratike i hiqet kjo e drejtë. Dhe këta si parti nuk i japin mundësinë ç'ta bëj. Pse? Sepse bashkë PS-PD mund vjedhin një tavolinë numërimi. Nuk ka asnjë shans ta vjedhin njëra anë. E vjedhin bashkë. Dhe kur Rama tha, i kërkoi gjithëve të tërhiqen, kishte të bëjë me fshehje rezultatet. Partia Demokratike ishte më interesuar për transparencë absolute. Duhet favorizonte çdo kandidat që të fillonte numërimin. Se çfarë urgjencë ka PD-ja? Ka se do ketë kontakt me ministrave. Po të opozitës. Përse PD-ja nuk i favorizon gjithë kandidatët, duke thënë kush të doj, na vulën e partisë, shko dhe filloni procedurat. Nuk e bëjnë, sepse orientimi është bërë nga Partia Demokratike. Lista e mbyllur ka luftuar listën e hapur dhe ka pengu fushatën ngri në gjithë Shqipërinë, po sidomos Tiranë. Në Tiranë Belind Kolliçi ka bërë një antifushat, njësoj siç ka bërë në 2023 për kryetar bashkie, duke bërë atë që tonte Erion Velia dhe dha atë rezultat dhe u inkurajua, u vlerësua, u dekorua në vitin 2025 për humbin e 2023 me 60000 vota që drejtonte një qark si Tirana, qarku më të vështirë, më të madh, duke bërë këtë gjë që bëri, që e pam, që zhduku çdo dhënë për kandidatët, nuk pranoi asnjëherë të bësh fushat prezantimi dhe madje më ka rastisur personalisht, na ishin dhe emrat nga karriket e prezantimit, ku bëshin aktivitetet. Na ishin emrat mona. Unë i drejtohesha personave të PD-s, ore kush më ka hequr mua emrin e Partia Aleanca Konservatore, ke vendi partive aleate dhe rrishin gjithë seshtin, dile një trim aty, nga spaja thoshe, unë e kam bërë. Kaq do e thoshe, dia emrin e atij personi që e bën këtë gjë. Ka qenë një antifushat brenda fushatës. Nuk kanë luftuar me Ramën këta, kanë pasur me ndar votat brenda partisë, jo me marr votat gri. Dhe po shosh, ka qenë një fushat shumë e dobët, me keqe për të marrë edhe me konkurrentët. Për shembull, unë kam propozuar që ditën e parë që jam bërë pjesë të koalicioni. Në raport me partitë e vogla duhet merremi ne. Jo ju. Se ju i faktorizoni, i rrisni. Na jepni ne hapësirën që ne të merrem me to. Nuk na e lan asnjë ditë, asnjë orë, asnjë çast.
Sepse halli më i madh që ishte mos e rritje e listës, individ caktuar që ata si kishin kontroll. Është luftë për kontroll, jo luftë për të zgjedhur me Ramën. Nga gjitha kjo, unë 3 klane i nxora. Këlliçi, Ali Mehmeti, Tabaku, Mëspaku. Jo, nuk kam thënë asnjë çast Jo, nuk e thatë ju. Dhe mohoj kategorikisht, nuk e thatë ju. E mohoj kategorikisht të që thatë. Nuk e thatë Nuk ju. e thash të që. Nuk e thatë ju, e thash unë. Jo, asë lash të nxirre. Pse? Sepse Ali Mehmeti nuk është një klan. Gjorita nuk di tjetë cili klan dhe kush është klan. Ajo që di them është që ke individ të ndryshëm brenda partisë që kanë pushtet në parti, pushtet brenda partisë, dhe që luftojnë për zona influente, siç kanë bërë në çdo rast. Problemi është që pse duhet ishte kjo gjë në këtë fushatë, duhet ishte fare. Tu ishte me shtu vota, jo me reduktu vota. E dyta, këto klane që janë PD janë shumë, që rikonfigurohen, prishen, ti e di si janë klanet. Një moment njëri shkon nga njëri, shkon ke tjetri. Po se kemi parë këtë. Problemi nuk është ke klanet. Problemi është ke pyetja, kush ka qenë fushata reale? Fushata reale ka qenë lufta brenda llojit, nuk ka qenë luftë me Edi Ramën. Është penguar lufta me Edi Ramën me këtë mënyrë si është. Belindi është një ndër grupet që përfaqëson klan në PD, një ndër. Zoti Goxhaj, si përjashtova Ilir Ali Mehmetin dhe Jorita Tabakun se s'kam informacion. Si e mendoni vazhdimsinë tani e tutje nga kjo 5 vjeçja që ka Berisha brenda? Mendoni që do rinë gjithë brenda, nuk do e zëm vatës, nuk do dalë ndonjë që të rebelohet në vazhdim? Nuk është një temë që më intereson në kuptimin literar të fjalës, po nuk mendoj se përveç se lajmit mediatik që të kënaqin njerëzit me tash theme, ka ndonjë vlerë kashmë në këtë opozitë që jemi. Këtu diskutimi është çfarë do bëjmë me perspektivën. Unë dua t'ju informoj që do merrem me kalin e ngordhur, por çfarë do bëj tjetri? Jo, po merrem me të gjitha. Po them, ajo që ka rëndësi këtë moment është çfarë do bëjmë për të shpëtuar Shqipërinë, se këta këtë punë kanë, partitë të punë kanë, do zihen, do ndahen, do bëhen. Ajo që na intereson është që a do ketë më një herë zgjedhje në Shqipëri, se nuk ka zgjedhje në Shqipëri. Nuk ishte zgjedhje këto që pam. As ato të 2023-shit, as ato të 2021-shit. Aleanca Konservatore për Shqipërinë është duke punuar fort për të bërë disa raportime ndërkombëtare që do të bëjnë bujë në Shqipëri. Njëri që me cilin po mbyllim sot punët, shpresojmë që nesër të jetë gati dhe të dërgohet në Odir, ka të bëjë që Odiri ka gënjur. Ka dhënë të dhëna të rreme raportet e tyre, siç është një term që ju mund ta gjeni në këtë moment, po të mundeni ke faqe OSB-s, identifikim biometrik. Nuk ekziston identifikimi biometrik në sistemin tonë zgjedhor. OSB Odiri është mashtruar, sikur në Shqipëri ka identifikim biometrik. Po kush e ka bërë këtë mashtrim? Këtë mashtrim e kanë bërë bashkarisht të gjitha palët njëkohësisht. PD, OSB lokal dhe KQZ. 4 palë kanë gënjur bashkarisht OSB Odirin, sepse janë të komprometuar në një sistem të rënd korruptiv. Më lini t'ja u shpjegoj me 2 fjalë. Në Shqipëri, kur ti shkon të votosh, vendos gishtin diku, apo ja. Dhe kjo është prezantuar nga raporti i Odirit para prak, i ditës sënë, datës 12 maj, si identifikim biometrik. Dhe është përmendur 9 herë si proces, për të treguar standardin e zgjedhjeve në Shqipëri. Po çfarë fshihet këtu? Ky identifikim biometrik nuk ekziston në Shqipëri, nuk ka asnjë identifikim. Në Shqipëri, kjo ka mbuluar dhe ka hequr qafe problemet më të mëdha që ka pas pushteti për të manipuluar zgjedhjet. Sot është në fushë të lirë. Pse? Sepse me ato pajisje mund të votojë një njeri 10 herë. 10 herë. Ne kemi bërë eksperiment në KQZ me sherr të madh për të na udhënë në dres, na lejojshin në sytë e Odir ose BS të një personazhi që quhet Liza Past, e cila ka punuar në fondacionin Soros Estoni. Dhe që është një nga kokat e kibernetikës së Sorosit në përbot, që përdoret për manipulime zgjedhore në kuptimin siç po shoh rasti shqiptar, dhe që ka shkuar deri në Amerikë dhe kudo tjetër për këtë skenar, për këtë skem të manipulimit total të zgjedhjeve, nga mafia Soros kudo në botë. Përfshi dhe Amerikën në vitin 2020 Donald Trump. Çfarë është kjo që po them? Këtë parashtrim që ju po bëni, se PD-ja ka pasur kalë betejë, është bazuar vetëm te OSB Odiri. Kurse këtë është për parë. Zonja në fjalë ka pas detyrë të garantoj që procesi i përdorimit të teknologjive digjitale në Shqipëri do të favorizojë kontrollin e zgjedhjeve dhe garantimin e votës lirë qytetarëve. Dhe kjo me rrogën për këtë punë. Në fakt kjo rrogën e ka marrë për të manipuluar procesin, sepse ka heshtur përballë dokumentave zyrtare, fakteve, që në Shqipëri nuk ka identifikim biometrik,
Dhe ajo ka mashtruar të gjithë Odinë, sikur Shqipëri ka identifikim biometrik. Në moment që ti vendos gishtin që vendos ti nuk ka asnjë lloj qasje raport me identifikimin biometrik. Sepse ajo gisht lëshohet si një gjurmë pas zgjedhjeve. Por ti mund të përdorësh 10 gishta, që do thotë në 10 qendra votimi, ti mund të përdorësh nga ai gisht dhe në fund fare asnjëri nga gishtat e tu nuk del sistem që është i joti sepse janë 10 të ndryshëm. Pasi nuk njeh gishtin e Altinit. Fiksoni këtë gjë. Ai njeh thjesht një gisht. Nëse ky gisht del 2 herë, atëre ky gishti identifikon dhe autorin e veprës kriminale, që është Altini. Ma kuptova logjikën. Po. Nëse ti përdor 10 gishta, ky gishti këtu nuk përputhet me këtë këtu. I madhi këtej dhe i madhi këtej nuk përputhet me njërin. Pra, ti ke mund të thosh 10 herë, tani çfarë ndodh? Pajisja nuk lexon as me gishtin. Lexon vetëm të dhënën e ID-s, që thotë numrin e kartës. Por lexon këtë për të gjetur në sistemin e gjendjes civile që ti ke një identitet. Po ti mund mos jesh ai. Ti mund të jesh një tjetër. Pse? Ne bëm eksperimentin në KQZ dhe unë votova për vete dhe për Mando Vrushin në kryetaren e partisë. Pasi ne do të kemi 4 vjet që merrem me këtë temë dhe refuzohemi në të gjitha format nga KQZ-ja dhe nga OSB Odiri dhe nga partitë politike. Ne kemi 4 vjet që themi që në Shqipëri nuk ka identifikim biometrik dhe kjo shërben për të krijuar mundësi votimi për 150.000, 200.000 vota tepër. Varet nga gishtat që do përdoren dhe nga numri personave që do përdoren. Çfarë do të thotë kjo? Kjo do të thotë që në qendrat e votimit ne kemi një pajisje në të cilën mjafton që operatori të jetë i Partisë Socialiste, kryetari i komisionit të jetë i Partisë Socialiste, dhe unë që jam i Partisë Socialiste, kur futem qendrën e votimit, votoj me kartën e komshiut dhe qendrën e komshiut. Jo time. Unë më votojnë të 10 qendra me 10 gishta. Apo të gjitha qendra me 10 gishta po mlan antarët e komisionit. Po marr që gjysma janë të PS-s, gjysma të PD-s. Tani çfarë ndodh? Në 5200 qendra votimi, 5400 nuk e di sa janë. Në të gjysmën tyre, ja 2500, 2600, nuk e di sa qendra e bie. 5200 e ca janë, po. Në gjysmën e tyre, kryetari është Partia Socialiste. Oert Bylukbashi, Lulzim Basha, Endri Hasa, Gazbardi, Ivi Kaso, në 2020-2021, dhe më vonë prapë në 2024, prapë 2023, prapë 2022 dhe këtë vit 2025, mbrojtën një skem që përjashtonte antarët e komisionit nga verifikimi i identitetit votuesit. Që do thot, dikur, antarët e komisionit, të paktën 2, kryetar, sekretar, kontrolloni kartën tënde. Po ДПС, ore jeti i Altini apo si jeti i Altini? Më kuptove logjikën. Po. Në moment që ata konsiderojnë që ti je Altini, ti vazhdo procesin vëlla. Çfarë ndodh? Është hequr e drejta me kërkesë të Oert Bylukbashit, sekretarit të komisionit. Më kuptove logjikën, është hequr e drejta. Që do të vetëm kryetari shef kartën tënde, po ti mund të kesh vërtet kartën tënde kur e tregon. Po mund të kesh të komshiut. Po e sepse ke kartën tënde, shkon tek operatori që është i KQZ-s, që duhet jetë dhe i Partisë Socialiste nëse kryetari është i PS-s, ashtu duhet halli. Dhe ti nxjerr një kartë tjetër nga xhepi që është e komshiut. Apo një kushëri, apo diku që s'do të fare në Shqipëri. Ose ti ke nevojë fare për kartë origjinale, nuk kesh kartë falso. Ose dëgjoj me vëmendje, dhe një copë karton të thjesht, kaq kartoni thjesht jetë, këtu mjafton të ketë një dhënë të shkruar. Pse nxjerr kushdo te gjendja civile. Dhe ti me këtë kartë voton për Arben Hasanin që ndodhet jashtë shtetit, është smur apo ka vdekur, apo i ke thënë mos vjen votoj, apo ti e di që nuk vjen votoj, apo s'do në qytet fare se është me punë qytet tjetër. Kjo çfarë bën? Bën që pajisja e identifikimit të matrojë komisionin, sikur ky person që ka emrin në këtë komision dhe listën e votuesve mund votoj. Pra i gjithë komisioni dorëzohet përballë atij njeriu dhe me ato që mund të bëjë çfarë. Ja kanë lënë pajisjes pra, e kuptove logjikën. Pra në emër të pajisjes kanë zhveshur lakurisht komisionin nga e drejta verifikimit, duke përfshirë sekretarin e komisionit, që mund të jetë i PD-s, si sekretari i PS-s. Ma kuptove logjikën. Dhe kjo është propozuar nga PD-ja, nga Bylukbashi, nga Gazbardi, nga Ivi Kaso, nga Lul Basha, nga ai që ka pas Hasa i Elbasanit. Të gjithë këta janë një klan, këta 5. Këta kanë punuar, në një moment u çan shumë e Berishës atë kanë ndetën. Problemi është që këta që janë të Berishës janë po këta që ishin me Bashën. Këta vazhdojnë të ruajnë sepse personin KQZ që ka dërguar Basha dhe sot e ka Berisha, Lealba Pelingu është personi që bën tenderat për pajisjet identifikimit. Pyetja është kush i ka këto pajisje?
Këto pajisje ka kompania Smartmatic. Cila është kompania Smartmatic? Kompania Smartmatic është themeluar dhe drejtuar nga ish drejtori i Fondacionit Soros në botë 4 vjet McMulloch, i cili ka qenë drejtor nga viti 2020 deri 2024 i gjithë fondacioneve Soros në botë, i cili është akuzuar nga Donald Trump për manipulimin e zgjedhjeve në vitin 2020 në Amerikë. Tani, pyetja është pse japin Soros dhe heshtin për Soros. Dhe këta ishin në video live që filmuam ne në KQZ duke bërë eksperimentin. Isha unë dhe Armando Vrushi dhe e vërtetuam, votuam me karton, votuam me kartën e Armandit votova, unë votova dhe me kartën time. Po përgjigja kush ishte? Ë? Përgjigja kush ishte? Aty ishte Alba Pelinku, Po, e PD-s. në Ishin kryetare. gjithë zyrtarët e KQZ-s. Ishte përfaqësuesja e OSB-s Liza Past. Ishte drejtoresh komunikimi e Fondacionit Soros Estoni, që punon në OSB-n për të bërë raportimin e sistemeve elektronike, digjitale, kibernetike etj. Ajo ka fushën e Shqipërisë. Ajo merr rrogën për këtë punë, pasi ky projekt i digitalizimit është i përbashkët. Dhe çfarë ndodh? Në këtë situatë, KQZ-ja nuk e transmeton live këtë ngjarje. Është e vetme që s'ka transmetuar, gjithë ka transmetuar live përveç saj. Por e kemi transmetuar ne live ke llogaria jon. Dhe ka dhënë faktus, e ka dhënë TVA-ja, po jo kush tjetër. Ku kemi treguar se si ne kemi votuar 3 herë, unë kam votuar për Mandin, kam votuar për vete, madje Mandi ka votuar me copë kartoni, siç sa tregova unë ty, me copë kartoni. Sepse këto makina nuk ofrojnë, dhe ata heshtën të gjithë dhe e fshehen këtë fakt. Sepse, sipas të dhënave tona, i gjithë ky sistem është i kontrolluar dhe OSB-ja ka marrë të dhënat që i kanë marrë nga zyra lokale, pra Audiri i Madh ndërkombëtar, dhe ka bërë një raport me fakte të rreme që thonë që në Shqipëri ka identifikim biometrik për të fshehur faktin që Shqipëri mund votojë kush të dojë, sa herë të dojë, nëse do partia pushtet. Ç'do thotë? Do thotë që OSB-ja, duke folur për identifikim biometrik, ka thënë që Shqipëri ka votuar vetëm ai që ka pas të drejtë. Më kuptuat logjika? Ndërkohë, po të kishte shkruar që s'është identifikim biometrik, lindte pyetja, ore, sa flet votimi kanë kuti? Kjo është pyetja. Atë t'ja them sa flet votimi kanë kuti. Këtë e ke ekskluzive. Në Shqipëri, prej vitit 2021, votojnë mbi 100.000 shqiptar, votojnë më pak se 100.000 shqiptar sa janë vota në kuti. Tani ka arritur Shqipëri në rekord këtë vit. Pse? T'ja u shpjegoj pak. Kur u bë censusi në 2022-shin dhe dolin 2023-shin, e mbani mend besoj. Dolin 2024-ën me 8 muaj vonesë apo jo? Po, 6-8 muaj vonesë po. Bukur. Sipas censusit, në Shqipëri bie që mungojnë 225.000 fëmijë. Më dëgjoni? Po. Pra, 0-18 vjeç nga viti 2011 ka më pak 225.000 fëmijë më pak deri 0-18 vjeç. Nga viti 2011, nga censusi i 2011-s. Në vitin 2025 i bie, pra, nga 2011-a, pra 2023 i bie, 2023-shin, i bie që në 12 vjet në Shqipëri mungohen vetëm 175.000 të rritur. Apo ja. Sepse mungojnë 400. Pra, censusi i vitit 2011 thotë që në Shqipëri janë 2.8 milion banor. Censusi i vitit 2023 thotë që janë 2.4 milion banor. Pra 400.000 më pak, apo jo? Por harrohet që këtu mungojnë vetëm 225.000 fëmijë të rinj. Pra, vetëm 175.000 pas kanë ikur nga Shqipëria për 12 vjet. Sa i thënë në vit? 12.000, 14.000. Tash ti mendon se nga Shqipëria pas kanë ikur vetëm 14.000 veta? Po kështu ka qenë Shqipëria gjithmonë, s'do kishim këtë shpopullim që kemi. Pra, censusi jep një shifër të rreme. Në Shqipëri nuk janë 2.4 milion banor, janë diku ke 1.9 milion, 1.7, 1.6, 1.8. Shifra është e paqartë, e panjohur, sepse këta ç'bëjnë, i fshehin të dhënat duke treguar që janë kaq të punësuar, për shembull, sigurimet shoqërore unë i paguaj 2 herë. Një sekretar partie deri këtë muaj dhe një herë si avokat. Qumi 2 vet, jo një altin, qumi 2. Në Shqipëri rezojmë 2 veta ne, të punësuar. Më kuptove logjikën? Po. Dhe në Shqipëri ke shumë të dy punësuar në mënyrë formale. Këta rrejnë vazhdimisht duke dhënë shifra të rreme, duke treguar që në Shqipëri jetojnë 2.4 milion banor, ku në Shqipëri jetojnë 1.9 milion. Tani bëjmë çik llogarit. Me censusin e vitit 2023 sipas atyre, ku dihet që sot ka më pak popull se që 2023-shin, për shkak se ka më shumë vdekje dhe më pak lindje nga 2023-shin. Më kuptoni logjikën? Unë do marr shifrat e 2023-shit. E dini sa kanë votuar këtë herë në Shqipëri duke thyer çdo rekord europian?
83% e shqiptarëve. Atë fal 87% e shqiptarëve. A mendoni që në Shqipëri pas ka votuar 85% e banorëve të këtij vendi, kur në Europë nuk ekziston kjo shifër kurrë në asnjë rast. Por në Tiranë ka votuar 104%, valla. 104%, me census e flas. Pra numri votuesve me numrin e census. 18 vjeç e sipër, ë? 18 vjeç e sipër. Ndërkohë që po të hysh të vërtetës, ne kemi votuar si popull 120%. 1.8, 1.9 milion banor, sa votues janë? Votues janë 430 sa mijë. 1.230.000, diçka e tillë. Kam aty shifrat i kam votuar. Pra, koncepti është se në Shqipëri numri votuesve real është më i vogël se numri votave në kuti. Por nëpërmjet këtij makinerie, identifikimit biometrik, ndërtohet një mekanizëm që votojnë të tjerë, mbushja e kutive, quhet. Me e bëjnë sikur votojnë. Për shembull, ç'bën ai, ke makina, po korruptoi komisioni, ka kollaj. Kalo karta, kalo këtë, çopa kartoni, votoi gjithë qendra. Por ndërkohë ti ke qenë qendër votimi. Sa me tapeti ke duke pritur? Shumë pak. Ishin bosh qendrat. Pse ishin bosh qendrat? Se s'ka popull, ka ikur. Nuk ka njerëz në vend. Këta përdorin 5200 qendra votimi. Ndërkohë Shqipëria shumë ka ikur shumica. Ne jemi shumë pak njerëz këtu. Me këta hapin shifrat e 2021, 2023, si krasim, duke harruar që është e njëjta skem që shpërdor dhe atëherë tani. Pra ne kemi një mashtrim të madh, gjigant, ku PD-ja hesht për këtë gjë. Për këtë do të thotë, doktori, është ndjeni për këtë? Më fal, doktori, nëse nuk është ndjeni, do e mësoj nesër. A do e shkarkoj Orit Bilikbashin, Gazbardhin, do i kërkoj atyre të largohen nga partia si tradhtar, i Vikason, jo, burrë. Do bëjnë karrierë ata, më shumë se ka bërë. Pra ne kemi një konsensus opozitar, që sa më shumë ti shërbej Ramës, aq më shumë karrierë do bëjnë. Shqip Belikëlliçi me 600.000 vota në 2023, shqip këtë vit që shkatroi gjithë fushatën e Tiranës, shqip Orit Bilikbashin që ka bërë gjithë maskarallën e reformave zgjedhore, për herë kështu po shkon opozita, për reformave zgjedhore njëra pjesë, do bëjë vetë. Ata bëjnë karrierë për herë më shumë. Karrierë për herë më shumë. Ata rriten, ata fuqizohen, sepse atë parti nuk ka vlerë. Fare, çfarë i sjell ti Shqipërisë dhe popullit dhe votave dhe partisë total. Rrezika se si kanë besnikërinë në grupin e tyre. Pra, koncepti është që këta heshtin e kanë mbajtur në sekret në censur për këtë temën prej 4 vjetësh, prej 2 vjetësh, prej 1 viti, prej 6 muajsh, prej 2 muajsh, prej 3 javësh, që ne prapë para 10 ditë para me këtë u morëm, datë 28 prill. Sepse Rama çka bër? U ka dhënë këtyre të bëjnë tenderin në KQZ, që vetë marrin votat. Ta marrin lega e merr votat. E kuptove logjikën. Me pajisjet e Smartmatic Soros. Pra kemi një sistem fake. Desha t'ju bëj dhe i pyetje të fundit për Amerikën, por ma përmbysët fare me gjithë të që me shpalosët me lart. Se doja të pyesja pse nuk erdhi Maga. Nuk e di kur do të transmetosh këtë podcast, por të them me plot gojë se punë orësh mbase dite do ketë votimi i raportit parë ton ndërkombëtar në anglisht, ku i çojmë të gjithë eurodeputetëve, të gjitha qeverive, Kongresit Amerikan, se si raporti ODIHR OSBE-s ka prodhuar një rrend të madhe, që është identifikim biometrik dhe kush janë pasojat e kësaj rrende. Çfarë ka fshehur kjo rrend? Çfarë libi është kjo rrend? Fjala identifikim biometrik është një mashtrim i përbashkët, kolektiv, i organizuar me konsensus nga Ilian Celibashi, Lealba Pelingo e PD-s në KQZ, Oert Bilikbashi, Gazbardi, Ivi Kaso, Luzim Basha, Endri Hasa, dhe fillojmë pasaj me radhë. Edi Rama, Ministria e Brendshme, çfarë të dush ti. Pra të gjithë bashk ku rolin e garantimit të këtij procesi ka pas një ish drejtoresh e Sorosit në Estoni, që ka mbuluar gjithë këtë pislëk në nivel ndërkombëtar, pasi ajo me certifikatën e sigurisë kibernetike botërore që asaj njihet, ajo ka manipuluar të gjitha sistemet. Emrin e saj, fytyrën e saj, videot me të i kemi bashkë në eksperiment. Ajo është aty me ne, ajo është shef eksperimentit dhe ajo mashtron ODIHR OSBE-n, sepse këtu sistemi është i kapur i gjithë nga Soros. Pasi gjithë njerëzit e Sorosit janë ata që kontrollojnë këtë sistem. Dhe Shqipëria nuk ka zgjedhje. Avokat, faleminderit shumë për bisedën. Për mua ishte kënaqësi dhe më ke diskutuar sa herë duash. Faleminderit.